Pilotja 30 vjeçare nga Kosova, Valdeta Mehania, muajin e kaluar fitoi garën e përvitshme ajrore Air Classic Race. Në këtë garë për gratë pilote, e cila ka filluar të organizohet që nga viti 1929, morën pjesë 50 ekipe nga Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja. Valdeta Mehania, shtetase e Kosovës dhe bashkpilotja Nancy Snyder përfaqësuan Kolegjin e Aeronautikës Embry-Riddle në Florida, ku Valdeta punon si instruktore. Në të ardhmen ajo dëshiron të kthehet në Kosovë për të trajnuar të rinjt në fushën e aviacionit. Me piloten Valdeta Mehania bisedoi kolegu ynë Festim Gashi. Valdeta, urime për suksesin në garën ajrore të pilotëve Air Classic Race. Faleminderit shumë, Festim. Valdeta, ju dhe ndihmës pilotja juaj gjatë kësaj gare, ku morën pjesë rreth 50 ekipe amerikane, ishit në ajër për rreth 18 orë. U përballet me ndonjë vështirësi? Po, ka qenë shumë vështirë. Gara ja ka fillu në Kaliforni dhe ka përfundu në Pennsylvania. Distanca ka qenë mrena 3700 km. Po, mendohet se ju jeni pilotja e parë nga Kosova që merr pjesë në këtë garë të përvitshme, e cila është organizuar në Shtetet e Bashkuara që nga viti 1929. Çfarë rëndësie ka kjo për ju dhe si u prit suksesi juaj nga kolegët amerikane? Ka qenë shumë një privilegj për mua dhe ka qenë befasi dhe respekt ndaj pjesëmarrësve të tjerë. Sepse është një garë që ka histori në aviacion për femna. Kur ja kanë fillu femnat me fluturu, meshkujt nuk i kanë lënë me marrë pjesë në garë. Për atë arsye, femnat pilote janë ba bashkë dhe kanë thënë, okay, na kena me ba një garë vetëm për neve çdo vjet, vetëm për femna. Kështu që kjo garë që bajnë çdo vjet është historik, është diçka që shumë me rëndësi për femna në aviacion. Dhe është normal që unë prej Kosovës që kam marrë pjesë, është u kanë e pabesueshme. Disa pjesëmarrësit atje kanë ditë që ka qenë luftë në Kosovë, për atë arsye janë befasu, nuk e kanë besu që unë jam marrë prej Kosovës me marrë pjesë në garë të tillë. Ju keni diplomuar nga Universiteti i Aeronautikës Embry-Riddle në Florida, ku keni marrë licencën e pilotit dhe punoni si instruktore për pilotët. Si ju lindi ideja dhe pasioni për të fluturuar, pra për të bërë pilote? Ideja ka lindur drejt me thonë Afganistan, sepse kur jam rrit si refugjat në Gjermani dhe mas luftës që jemi kthy në Kosovë, nuk kemi pas shans ose mundësit me ndru aq larg si mu pa pilote. Por kur kam fluturu, kam punu në Irak dhe në Afganistan, ja kam fillu me punu në helikoptera. Në helikoptera puna jem ka qenë me rregullu radiolidhjet në helikopter dhe kompjuterat që i kam pas në helikopter të instalume. Atëherë kam vendosur që unë nuk po du vetëm me punu në helikopter, por po du edhe me fluturu helikopterin. Dhe masi që i kam ndihmuar familjes time, ja kam fillu me kërcy paret. Unë kam pas edhe fat, sepse punën që kam pas, rroga ka qenë mjaft e mirë, kështu që kam pas fat në atë mënyrë, por kam pas me vendosa, me investu paret në fakultet, ose me ble një shtëpi, dhe një kërë me pas kursimet në bankë. Unë kam pas qef me përfundu fakultetin që kam qef me studiu. Unë kam pas gjithmonë e kam dasht aviacionin. Dhe kur më kanë dhënë mundësit në Floridë, në Embry-Riddle, në këtë fakultetin që kam diplomu, edhe me fluturu, u kanë super. E kam ditë që çfarë po do më bëj. A është i frikshëm fluturimi?
Normal, çdo send është i frikshëm, edhe me vozit kerrin për shembull mundet me kanë shumë rrezik. Dhe me thonë ma rrezik është se me aeroplan. Atëherë Valdeta, cilat janë planet tuaja për të ardhmen? Qëllimin e kam për me dhanë mësim edhe në Kosovë, në shkencë të aviacionit. Do me thonë keni planet që të ktheheni në Kosovë në të ardhmen? Po, patjetër. Në vërtet, one kam atë mendim me fluturu në Prishtinë ose Pej, ajo është shumë, one nuk mund me paramendu, po është në eksperiencë që one menzës po pres. Unë prej majit të këtij vitit jam licencu edhe për me fluturu helikoptera komercial. Mundem tash edhe me punu për kompania ndryshme me helikoptera. Disa puna që mundesh me pas si pilot për helikoptera janë në ambulancë ose në polici. Ato janë shumë puna të rëndësishme që unë e kam qef. Shpresoj që një ditë muj me arri apo në atë vend. Valdeta, faleminderit shumë për intervistën. Shumë faleminderit Festem.